Mendoje, sot është dita e gjenazës tante, edhe sot ti ke vdek. E njerëzit vinë në shtëpinë tante me të kërku ty. Ama kur vinë në shtëpinë tante, nuk të kërkojnë me emrin tant, nuk pyesin ku është Hasani, po pyesin ku është gjenazja. Sepse punën e parë që ta bën vdekja është që emrin tant që ke punu ndoshta ta jetën tante për emrin tant ta merr. Pastaj o i dashur musliman, mos mendo se shumë njerëz do të çajnë për ty. Ndoshta më të afërmit e tu, baba jote, nana jote, motra jote, gruaja jote, fëmijët e tu, vllaznit e tu, familjarët e afërt kanë me çaj disa ditë, disa javë ndoshta kanë me të kujtue, ndoshta edhe në disa muaj. Por mbaje mend se kemi qenë vetëm një përkujtim që ki dek një ditë. Kanë me përkujtu për vjetorin e vdekjes tande që ti ke vdek. A mos mendo se çdo herë kemi qenë mendjen e njerëzve. O ju musliman, vetë neve kam na lan vorin tont. Kërkush s'kam marr vorin tont. Wallahi, billahi, edhe unë vetë kam e qëndru. Edhe ju vetë keni me qëndru. Para mendoj në vorin tant, mos me pat asnjë lloj drite. Sa errësire madhe është vori. Vetëm ta mendosh, tash në këtë moment ta ngushton gjyksin. E para mendoje kur ta shijojmë gjithë secili prej neve. Errësira e varit është shumë e rëndë. Nuk është sikur errësira e kësaj bote. E para mendoje ta kesh atë errësirë dhe mos të kesh asnjë dritë. Para mendoje në atë errësirën e varit, mos ta kesh dritën e namazit, që ndoshta shokët e tu që si ki pat hajrit kanë largu prej namazit tant, ku mbeti shoqënia jote. Para mendoje nëse dikush ka qenë faktor që ty të ka largu prej leximit Kuranit, sot nuk është me ty në vorin tant, kërkush s'ban fajde, kërkush dobi s'ban vorin tant. Andaj, o ti vllai nderuar, o ti motër e nderuame, prej një vllavit juve një këshill shumë sinqert. Bënu shumë njeri mirë. Pash madhërinë e Allahut, mos e lejo veten tënde me të tradhtu që mos me adhuru Allahun azza wa xal. Pash madhërinë e Allahut azza wa xal, mos i le adhurimet e Allahut azza wa xal. Asesi me asnjë çmim mos e le namazin. Asnjëherë me asnjë çmim mos u bën njeri keq. Bënu njeri më i mirë. Sjellja jote, morali jot, namazi jot, agjerimi jot, sadakaja jote, veprat e tua të mira, dritë në varr kanë me tu. E ne lusna Allahin azza wa xal, që Allahu azza wa xal adhurimet tona t'i boje dritë në varrin tonë. Trishtimi i madh është vdekja. Çdo njeri tutet për vdekjes. Vallahi çdo njeri tutet për vdekjes, se nuk e di me çka mu ballafaqu. Ama muslimani i mirë përgatitet për atë ditë. Muslimani i mirë përgatitet që në varrin e vet t'i ndez disa llamba me adhurimet e Allahut azza wa xal. E vetëm Allahu azza wa xal mundet me të bëjë në ato momente dritë. Vetëm Allahu azza wa xal atë varin, gropën tënde që ke mu varros unë dhe ti dhe gjithë secilin nga njerëzit, mundet me bë baqeve të xhenetit, që ndoshta ne e shohmë vetëm si një grop prej gropave të dunjas. Andaj, të bëhemi njerëzit mirë, të bëhemi njerëzit që e adhurojmë Allahun dhe të bëhemi njerëzit që e shëndrisin vorin tonë ende duke qenë në gjallë këtë botë.